Dhe Berisha pa që për herë të parë mund të binte sepse s'kishte numrat, duke qenë që në 2005-ën erdhi me shumë pak numra, u deshën votat e Xhuvelit e ca të tjerë që u arrit në bërjen e qeverisë. Dhe kjo çoi në hapjen rrugë të Bamir Topit për të bërë president pastaj. Po dhe për bërjen president Bamir Topit u deshën ato 6 votat e famshme të Fatos Naros, cilat do të shpjegoj një herë tjetër, domethënë, për cilat Partia Demokratike e kohës nuk i kishte votat dhe ato shumicat bllokuese, ato pakicat bllokuese në grupin parlamentar të Partisë Demokratike të kohës e bënin kryeministin Berisha të ishte nervoz sepse shikonte që her pas here duhet përballë me këta njerëz. Kështu që në 2008-ën, pas Gërdecit, kur ai e ndjeu që mund të rrëzohen në kuvend dhe kur e pa që edhe kundërshtari i tij Rama kishte po të njëjtin problem brenda Partisë Socialiste, por kishte edhe parti tjera të vogla pakica, siç për shembull atko ishte PSD Gjinushi, mos gaboj ishte Meta i cili ishte në koalicion, kërkoi që të bëjë një sistem i qartë në cilin i pari i merr të gjitha, kush fiton i merr gjitha dhe kush humbi gjitha. Dhe ky sistem është që atëherë, po mbi të gjitha ky sistem qartëson qartë që listat i bën kryetari i partisë. Listat janë të mbyllura dhe listat i bën kryetari i partisë. Ne kemi 12 thes, i quaj unë, që janë 12 qarqe, në cilat votohet me proporcional. Pra nëse ti do të jesh në jetën politike të vendit nëpërmjet parlamentit, mund të jesh vetëm duke thënë po shef kryetarit të partisë. Cili do qoftë ai. Ka funksionuar kështu për Edi Ramën, i cili po shkon drejt mandatit 4, ka funksionuar kështu për Sali Berishën që bëri 2 mandate. Ka funksionuar kështu për Ilir Metën, për sa kohë partia e tij ishte një parti e rëndësishme që ndante nga shkonte pushteti e tjerë dhe kishte grup parlamentar të qartë. Dhe të tjerët që duan të futen kuvend, do duhet që të bëjnë sforco të mëdha, një herë të kenë shumë para, sepse fushatat tek ne janë kthyer të kushtueshme, të kenë shtrirje në territor, por edhe ata janë pronar partisë, nuk ka votim në parti, nuk domethënë koncepti i partisë që kemi mësuar ne dikur, për shembull, më kujtohet kongresi i famshëm i 2003-shit kur Edi Rama mori tesën e Partisë Socialiste dhe kandidoi kundër Fatos Naros, në të njëjtën kohë kandidonte edhe Recep Mendani, i cili ishte figurë historike, kishte qenë sekretar i përgjithshëm, kishte qenë president, akademik. Edi Rama vinte nga kryetar bashkie, pra kishte një garë, votua, fitoi Fatos Naros në atë kongres. Mbaj mend kemi ndenjur deri në orën 2-3 mëngjesit, domethënë 4 që votohej, ishin njerëzit aty etj. Këto gjëra kanë përfunduar një herë për gjithmonë. Lideri i partisë është edhe pronari i partisë. Dhe listat e mbyllura, që është kjo e fundit që u bë në 6 muajt e fundit, pasi kushtetuta është po ajo e 2008-s, pra proporcional, rajonal, edhe kemi 12 qarqe, ky është sistemi. Listat e mbyllura, ky 80% që famshëm i listave të mbyllura, ky garanton që në kuvendin e ardhshëm të partisë të Shqipërisë, ku grupi parlamentar i Partisë Demokratike edhe i Partisë Socialiste do jenë 2 grupet kryesore parlamentare,